aviacioni që do marrë pjesë në këtë bashkëshoqërohet edhe me dronë. Një nga specifikat e stërvitjes reagimi i shpejtë që është për Ballkanin është mbrojtja kibernetike. Është një nga detyrat dhe është një nga hallkat e stërvitjes. Lufta e re. Lufta elektronike. Sepse ka shumë rëndësi kjo, sepse mbrojtja kibernetike supozon mbrojtjen e sistemit të ndërlidhjes, duke filluar nga më të thjeshtat telefone, radio, ndërlidhje, mbrojtja kompjuterike, satelitore, komandimi i armëve dhe i pajisjeve me sistemet elektronike e tjera. Pra është një detyrë e veçantë e përfshirë në stërvitje është si objektiv i veçantë. Domethënë krahas armëve të dëmtimit, mbrojtjes nga armët e dëmtimit mas, është parashikuar dhe mbrojtja kibernetike në këtë fazë të stërvitjes, në këtë të reagimit shpejt. Domethënë futemi dhe ne në këtë çështje. Tjetër, stërvitja këtu faza jonë do të përfundoj me operacione zjarri, qitje direkte, duke filluar nga ushtarët e thjeshtë deri tek qitje me artilleri, me objekte të caktuara dhe me raketa. Dhe gjuajtja me raketa do të jenë në bregdetin e detit Zi. Kuptohet që përballë Rusit. Domethënë gjithë ideja e stërvitjes është përballja me Rusin. Prandaj dhe qitjet me raketë bëhen dhe me artillerin me largëhedhje të madhe që të bëhet në Shqipëri do vinë forcat përveç këtyre që thashun, vinë dhe forcat e gardës kombëtare të New Jersey, me të cilat ne kemi vazhdimisht bashkëpunime dhe siç duket ato na kanë në patronazh dhe ato do zbarkojnë këtu disa, do bashkëveprojnë me forcat. Ndërsa në Kosovë do të zbarkoj divizioni 28 që thashun si dhe forcat të gardës së Pensilvanisë, njësi të veçanta që to angazhohen në stërvitje. Krahas këtyre janë dhe 4 brigada të tjera, shumë komshe, domethënë me pjesëmarrje të vendeve të ndryshme, Itali e tjera me vende me radhë. Kështu që kjo pjesë e stërvitjes që mbulon Shqipërinë dhe Kosovën dhe në përgjithësi Ballkanin do të zgjasë deri në datën 9 qershor. Më e fituara, po. Pastaj vjen faza e tretë e stërvitjes, e cila do të zhvillohet në Evropën qendrore, në Gjermani, Hungari, Çeki, Rumani. Pra hapi final. Dhe si partner do të jetë dhe Moldavia. Do bëhen dhe disa veprime në territorin e Moldavisë. Moldavia ka një ushtri relativisht të vogël, kuptohet, po do angazhohet aty, do marrin pak forca pjesë në këtë. Këtu do marrin pjesë 10.000 forca. Në këtë fazën e tretë, domethënë që quhet Saber Guardian 25 ose mbrojtësi i shpatës është kodi i stërvitjes që do zhvillohet në këtë. Në këtë do marrin pjesë 10.000 forca në këtë reagimin e shpejtë, duke përfshirë dhe neve marrin pjesë 12.000 forca. Dhe 5.500 forca në Arktik dhe gati 28.000 forca të angazhuara në total për gjithë stërvitje. Këtu stërvitja në fazën e tretë parashikon ca veprime të tjera, përveç këtyre transportit, dislokimit, lëvizjes së trupave e tjerë, më tepër i jepet rëndësi veprimeve toksore. Dhe në veprimet toksore është angazhuar një regjiment i forcave speciale që quhet regjimenti i 2 i kavalerisë së blinduar, edhe ky i transportuar nga Amerika, i cili do lëvizi në rajone të caktuara dhe detyra e tij është që të kapërcej lumenjt në situata të vështira. Domethënë të ngrënë ura,
se po supozohen që urat ekzistuese bombardohen edhe dalin jashtë përdorimit. Dhe në mbështetjet e këtij është brigada e 7 e Gjejnus. Edhe kjo e transportuar në Amerika, e cila do bëj veprime në Rumani dhe Moldavi. Do të thënë në 2 zona që janë afër Rusisë dhe Ukrainës.